Aty kemi qëndruar në Bllaz 4 ditë, e mbaj mend shumë njerëz të friksuar, shumë fëmijë duke qarë, shumë njerëz të moshuar të cilët qanin, dikush nuk e kishte, si me thanë, i mungonte gruaja, dikujt i mungonte fëmiu. Ka qenë një hapësirë, ndoshta me bolt, e zbrazët dhe pothuajse asgjë. E kujtoj që atë ditë ishte me diell ditë, ne ishim pothuajse të përgjumur, nuk kishim asgjë për të ngrënë, mirë po ishin disa, nuk e kujtoj, disa traktor të cilët kishin ushqim dhe nuk e di se kush e ka sjell atë ushqim. Ishin kolona të gjata për të prit me marr ujë, ushqim apo gjëra të tjera dhe natën filloi një shi i madh. Dhe më thënë, ne leqë u lagëm gjithë, leqë nuk ishëm as me hangër, me pi, të paktën babin mundojke me gjetë një qesë lastik që me improvizu një shatar që mos të lagim e ende ose mos të kemi ftoft tutje, sepse nuk dinim se qka, ose qka po na pret njësër ose dhe ku do të përfundojmë. Aty kemi qëndruar në Bllaz 4 ditë, e mbaj mend shumë njerëz të friksuar, shumë fëmijë duke qarë, shumë njerëz të moshuar të cilët qanin, dikush nuk e kishte, si me thanë, i mungonte gruaja, dikujt i mungonte fëmiu, besomni që edhe tash kur po flas, e kujtoj komplet atë skenë, sa trishtim edhe sa frikë në palës të secili. Me thënë, ne si familje ishim të lumtur që ishim së bashku, por nuk ishim të lumtur se çka ka ndodhur me të afërmit e tjerë. E ndjenim edhe dhimbjen e të tjerëve të cilët i mungonte fëmiu, burri, gruaja, nëna, nuk e di. Aty kemi qëndru 4 ditë, e kujtoj edhe gjithmonë e kam pyetur babin pse është begaj tamon një shprehje që kur nuk e haroj nga mendja. Policia e Maqedonisë na shtynte pa asnjë mëshirë. Ka qenë një trajtim jashtëzakonisht i keq. Nuk e di nëse e mbani mend, por trajtimi që ata na kanë bërë, dhe më thënë ishim të gjithë duke pritur ndonjë autobus që të transferohemi diku tjetër, se ishte ajo një lajm që do të transferoheni me një pjesë të tjetër, diku dhe do të keni ushqim, do të keni streh, pak më të mirë. Begaj tamu në atë kohë absolutisht nuk e disha se çka do të thotë. Po e di që ishim 24 orë me qëndru, pa gjumë, pa ushqim. Dhe në të njëjtën kohë pritnim se pritshëm një autobus, apo nuk e di çka ka qenë si transport, ishin turma të mëdha dhe na shtynin pa pikë mëshire. Me thënë, ajo shprehje begaj tamu, mandej, mbasi që kam shku në Holland, kur do të rrefim tutje për pjesën tjetër, por ajo shprehje mu ka mbetë edhe sot e asaj dite, kur dikush e thot, e kam një trishtim kështu në vete, dhe begaj tamu, sepse na shtynin dhe në të njëjtën kohë pa pikë mëshire, me gjithë atë frikë që e kishëm dhe atë mundim, gjatë cilin se cili ishte i lodhën, e impire, i pa gjumë, ajo më mbetet dhe do të më, sa herë që e kujtoj, më rënqetet trupi,